10 filma gjerman për ta mësuar gjuhën gjermane. Apo dën me mësu gjermanishtën në një mënyrë argëtuese? Këta 10 filma janë perfekt për ty. Die Welle. Një profesor nis një eksperiment për të treguar si lind diktatura, për nxënësit e morrin shumë seriozisht. Victoria. Një notë e vetme në Berlin kthehet në një aventurë të rrezikshme. Fuck you Goethe. Një ish kriminal futet në shkollë si mësues dhe sjell rrëmuj, humor dhe kaos. SMS für dich. Një mesazh për të dashurin e humbur përfundon tek dikush i panjohur dhe ndryshon gjithçka. Systemsprenger. Një vajzë e vogël plot zemrëm përjashtuar nga çdo sistem që përpiqet ta ndihmojë. Oh boy. Një djalë endet në rrugët e Berlinit duke kërkuar kuptimin e vet në jetën moderne. Goodbye Lenin. Pas rënies së murit të Berlinit, një djalë përpiqet ta mbajë nënën në një botë që s'ekziston më. Das perfekte Geheimnis. Gjatë një darke mes miqve, një lojë me telefonat zbulon sekretet që askush do t'i ndëgjonte. Das schweigende Klassenzimmer. Në një klasë të Gjermanisë lindore, heshtja bëhet forma më e guximshme e protestës. Das Leben der anderen. Një oficer shpionon një sheft për fillon të dyshojë në sistemin që shërben. Komento më poshtë dhe ndaje videon me dikaj që po mëson gjuhën gjermane. Na bëj follow për më shumë përmbajtje si kjo dhe për të përmirësuar gjermanishtën tënde.